janë të qarkut të Elbasanit. Ne, pse, sigurisht ne mund të kontrollojmë çdo kuti votimi. Por ne kemi zgjedhur disa zona dhe qarqe, u zgjodh qarku i Elbasanit, do kontrollohet dhe Durrësi, aty ku dora e karteleve, kërcënimi dhe kërcënimi i vrasëve serial të karteleve ka qenë më i madh. Se nuk është kollaj të marrësh një kuti dhe të zëvendësosh me një kuti tjetër. Por këtë bëhet atëherë kur ti mbyll gojën e njerëzve me kërcënime me jetën, të cilat janë kërcënimet më të rënda. Dhe këtu merr përgjigje dhe pyetja e dytë e juaj. Ne kemi zgjedhur pikërisht zonat e karteleve. Kemi për të faktuar para shqiptarëve dhe botës dimensionet monstruoze të krimit elektoral në këto zona. Natyrisht, ky kontroll, dhe ky është kontrolli i partisë, ky është çështja kryesore për të sqaruar ata që po komentojnë numërimin. Numërimi, edhe një herë ju lutem, është kërkesë e kandidatëve të cilën ne e respektojmë dhe i përgëzojmë ata kandidatë që kërkuan transparencë. Por nuk është kërkesë e Partisë Demokratike. Jo, sepse ne kemi pikpamjen, kemi besimin, kemi qëndrimin tonë, vota vdiq pa hyrë kuti. Kjo është farsa. Këto janë element të cilë të tregojnë se si Arken Balla, Sara Mile, Besa Spaho, Ami Dyrmishi, e të tjerë, morën 130.000 vota deputet të karteleve. Dhe kjo është një dimension, por një dimension që po vërtetohet. Dimensioni tjetër është bërja votës me prokurime publike 500 milion, është bërja votës me 100 euro për 48% të votuesve, pensionistë, është bërja votës me 100 milion rrej kanabis territor për të mbjellë, është bërja votës me punësim në 10 mijëra punojësve, është bërja votës duke dorëzuar të dhanat personale të qytetarëve, terroristë dhe patronazhistë për t'i kërcënuar dhe me premtime dhe kërcënime. Pra, është bërja votës duke firmosur mira leje legalizimi apo punësimet përkohshme. Përveç këtyre, Ermat, ata nuk janë mjaftuar, si të shifni, me këto, që këta në publike, po ata në një vërbri, kanë përdorur çdo mjet tjetër për të deformuar, për të falsifikuar rezultatin. Këto janë shtesë, këto që tregojmë ne. Sepse shteti elektoral tashmë u denoncua botërisht. Këshilli i Europës rekomandoi, Asambleja rekomandoi të ndahet partia nga shteti. Iko e punë. Kjo është damka më e madhe që ka marrë në 32 vite në një vend. Të ndahet partia nga shteti.